Kali filloi të shkelmonte arkivolin, kur kapaku i arkivolit u ça, njerëzit dëgjuan të qara. Në fermën e Igorit, një atmosferë dashurie dhe kujdesi për kafshat përshkonte çdo cep, duke rezatuar ngrohtësi dhe tek ata që thjesht kalonin. E streuar mes livadave të gjelbërta dhe viseve komode, ferma kishte qenë një vend i shenjtë për bagëtin dhe kuajt për breza të tërë. Prindrit e Igorit, mbashtues të përkushtuar, i kishin rinjosur një respekt dhe dashuri të thellë për krijesat që ushqenin. Si fëmijë, Igor shpesh i kalonte ditët duke kujdesur për kuajt, duke krijuar lidhje që te kalonin kujdesin e thjeshtë. Këto krijesa madhështore për të u bën më shumë se kafsh. Ata ishin shok, aleat dhe shpesh miq. Në moshën 48 vjeçare, jeta e Igorit mori një kthes të papritur kur dëgjoi për një mës të sëmurë të quajtur Snowball. Gjendja e voglit ishte e rëndë dhe pronarët e tij kishin vendosur që eutanazia të ishte e vetmja mundësi humane e mbetur. Megjithatë, Igori nuk mund ta duronte mendimin për të hequr dorë nga krijesa e pafuqishme. Pavarësisht paralajmërimeve nga veterinerët dhe miqt se shpëtimi i Snowballit ishte një kauza humbur, dhe mshuria e Igorit e rrezoi logjikën. Ai bleu mazin, i vendosur për t'i ofruar atij një shans për jetë dhe lumturi.